Përshëndetje. Një temë për kënaqësi, një temë për vazhdimsi. Koha, momenti, periudha ku ndryshojnë. Dhe do flasim mbi mënyrën, sepse këto ditë i kam qef shumë, i keni dhe juve, sepse me mbylljen e muajit jepen dhe disa mundësi shumë të arta për të zgjidhur çështje problematike. Për të zgjidhur gjëra që neve nuk i zgjidhim me vështirësi. Momenti që do tani është momenti juaj. Është momenti i gjërave të mëdha që ndodhin gjatë kësaj periudhe. Do flasim sot për sa i përket ndryshimit. Më datën 28 kemi hënën e plot në peshk me eklipsin hënor në peshk. Ku do të thot një fillim shpirtëror, një pastrim emocional dhe një e vërtet që nuk mund të fshihet kur, por del me sipërfaqe. Të dashur miq, me data 28 kemi një nga momentet më të ndjeshme, më të thella dhe më shpirtërore të muajit. Hëna e plot në peshk, e cila shoqërohet me eklipsin hënor në peshk, kjo nuk është një hënë e plot e zakonshme. Çdo hënë e plot sjell kulmin, ndriçimin, përfundimin, zbulimin dhe një moment ku ndjenjat dalin të qarta në sipërfaqe. Por kur hëna e plot shoqërohet me eklipsin hënor, atëherë energjia bëhet shumë më e fuqishme, më karmike, më emocionale dhe më e lidhur me mbyllje ciklesh që nuk mund të shtyhen, por mund të shfaqen. Eklipsi hënor prek thellë botën e brendshme. Ato lidhen me emocione, kujtime, marrëdhënie, lidhje shpirtërore, familje, ndikime nga e kaluara, nevoja të fshehura dhe të vërteta që zemra ka një nga ndikimet dhe favorizimet që merren në anën tjetër. Është një nga periudhat më ndikuese dhe më rrezatuese mbi atë çka neve kemi, mbi në atë çka formojmë dhe rregullojmë. Ndryshimet që kanë të bëjnë tani e tutje, ku kjo hënë e plot ndihmon, rregullon, starton dhe mbyll një cikël shumë të madh. Eklipset hënore prekin thellë mbi atë çka është, mbi ndikimin më të madh që lidhen me kujtimet, lidhen me eklipsin e ndryshimit të madh që do të kemi tani në këtë periudhë. Lidhet me periudhën që jemi tani. Eklipsi hënor në peshk, ku shumë njerëz mund të ndjejnë se një kapitull duhet të mbyllet, një ndjenjë duhet të shërohet, një iluzion duhet të bjerë dhe një peshë shpirtërore duhet të largohet. Peshqit janë shenja e fundit e zodiakut, siç e dim, por është e para në ndjesi, në telepati dhe në karmën e vet. Dhe kjo do të thotë që ndikimet, mundësitë dhe periudha është ajo çka neve kemi. Sepse sakrifica, intuita, ëndra arrin mjaft dhe kjo do të thotë mbi ndryshimin që bëhet, mbi arsyen që kërkohet. Në lidhje me disa takime, disa bisedime, disa çështje që të lëna pezull, jo gjithmonë ato që është e vërtet realizohet. Prandaj, ky eklips sjell një mesazh shumë të fortë. Ajo që nuk është e vërtet nuk mund të mbahet vetëm me ndjenjë. Ajo që ka jetuar vetëm përmes shpresës, por jo përmes realitetit. Tani kërkohen kthjellime, tani kërkohen vendime, tani kërkohen mundësi dhe kohë për parësi mbi çështjet që kanë të bëjnë mbi punën aktuale, mbi ndryshimin e madh që vjen tani e tutje. Nuk diskutohet, nuk e vën dyshim për një mijë arsye, sepse kjo periudhë na jep kohën tonë të duhurën për zhvillimin, për ndryshimin e madh që do kemi tani e tutje, dhe kjo është një nga periudhat ku gjithmonë është një hap para asaj çfarë ndodh, është gjithmonë një hap para për kuptimin e jetës. Ka ardhur koha të kuptojmë, të adhurojmë, të dashurojmë, të respektojmë mbi të gjitha. Ndjenjat që vinë rastësisht, ato vinë për të treguar çfarë ka ardhur dhe çfarë duhet të bëjmë. Ky eklips na vë përballë një pyetje shumë të rëndësishme. Ku po mashtrojmë veten dhe çfarë të bëjmë në këtë aspekt? Ku po quajmë dashuri atë që në të vërtetë është varësi? Ku po quajmë durim
ato që në të vërtet është frikë nga humbja? Ku po e quajnë falje ato që në të vërtet është përsëritje e së njëjtës dhimbje? Ku po presim një shenjë ndërkohë që shenja ka ardhur prej kohësh, por neve nuk e kuptojmë? Ku po e mbajmë një ëndër që nuk ka më rrugë reale? Dhe ku duhet të pranojmë se shpirti ynë është i lodhur duke mbajtur diçka që nuk na jep më paqe? Peshqit janë shenje madhe shpirtërore, por spiritualiteti i vërtet nuk është të mbyllim syt, nuk është të durojmë pafund, nuk është të falim gjithmonë pa kufi, nuk është të shpëtojmë të gjithë, nuk është të jetojmë në iluzione vetëm sepse realiteti dhemb. Spiritualiteti i vërtet është të shohim të vërtetën me zemër të butë, por me sy të hapur. Prandaj ky eklips është një pastrim i madh emocional. Mund të sjellë mbyllje marrëdhëniesh, përfundim nga pritjet, sqarim ndjenjash, zbulim të së vërtetës, largim nga vërtetësia emocionale, çlirim nga gjërat që kanë ndodhur, falje të brendshme, por dhe një ndjesi e fortë se disa gjëra nuk mund të vazhdojnë më si më parë. Kjo nuk duhet parë vetëm si humbje. Në shumë raste, ajo që largohet gjatë një eklipsi hënor në peshk largohet sepse shpirti nuk mund të mbajë më. Në dashuri, ky eklips është shumë i fuqishëm. Mund të nxjerrë në sipërfaqe ndjenja të fshehura, dashuri të vjetra, histori që nuk janë mbyllur plotësisht, lidhje shpirtërore, pritje, dyshime, sakrifica dhe marrëdhënie, ku njëri ka dhënë më shumë se tjetri. Nëse një lidhje ka qenë e mbushur me paqartësi, me heshtje e me premtime të paqarta, ose me ndjenjë se gjithçka mbahet nga shpresa. Ky eklips mund të sjellë një moment të fortë kthjellimi. Për çiftet, kjo periudhë kërkon shumë kujdes. Nuk është momenti për të fshehur ndjenjat, as për të reaguar vetëm nga emocioni i çastit. Mund të ketë biseda të thella, lot, pranim të një së vërtete, falje, afrim, por edhe vendime për të larguar nga situata që nuk japin paqe. Nëse marrëdhënia ka bazë të vërtet, ky eklips mund të sjellë shërim shumë të madh. Mund të bëhet një moment ku dy njerëz flasin me shpirtin, jo vetëm me ego, ku kuptojnë se dashuria duhet të ketë dëmshuri, por edhe kufi, ku pranojmë gabimet, plagët dhe nevoja të pathëna. Por nëse marrëdhënia është ndërtuar mbi iluzion, fshehtësi, sakrificë dhe një anshme, pritje pafund ose varësi emocionale, ky eklips mund të tregojë se çfarë nuk mund të fshihet më. Peshqit kanë zemër të madhe, por ky eklips na mëson se zemra e madhe nuk duhet të bëhet vend ku të tjerët lënë plagën e tyre pa marrë përgjegjësi. Për ata që janë vetëm, hënë e plot dhe eklipsi hënor në peshk mund të rikthejnë kujtimet në dashuri të vjetra. Mund të shfaqen ëndra, mendime, mesazhe, ndjenja të papritura ose një nostalgji që duket shumë e fortë. Por duhet kujdes, jo çdo kujtim është shenjë kthimi. Disa kujtime rikthehen për t'u shëruar, ku disa njerëz kthehen në mendje jo sepse duhet të kthehen në jetë, por sepse shpirti kërkon të mbyll atë që mbeti pezull. Në punë dhe në karrierë, ky eklips mund të ndihmojë në mënyrë më të brendshme, por shumë domethënëse. Peshqit lidhen me intuitën, artin, frymëzimin, shërbimin, ndihmën, shërimin, institucionet, prapaskenat, punën shpirtërore, punën me njerëzit, nevojën, muzikën dhe ndikimet të tjera që do të diktojnë. Ky eklips mund të sjellë një përfundim projekti, një lodhje që kërkon pushim, një kthjellim për një ambient pune ose nevojë për të mos vazhduar më në një rrugë që konsumon shpirtin. Nëse dikush ka punuar shumë, ka dhënë shumë, ka ndihmuar shumë, por nuk është vlerësuar, ky eklips mund të sjellë një ndjesi të qartë, nuk mund të vazhdojë në këtë ritëm. Do të ndryshojë gjithçka dhe do të japi të drejtën ai që i takon. Ja pra ç'bën eklipsi, ku juve dëgjoni nëpër rrjetet sociale, nëpër internetre që bëhet nami, do prishen ekuilibra, do përmbyset bota. Këto janë mashtrimet më të mëdha që ndodhin tek njerëzimi, por besojmë atë që neve kemi, ajo që është e vërtetë dhe ajo që është reale. Ndikimet dhe çështjet që kanë të bëjnë në anën tjetër, në çështje financiare duhet të jemi të kujdesshëm, sepse ky eklips na jep mundësinë sepse thotë jeni keni qenë në mjegull dhe kjo
do thotë duhet ketë bazë, shpenzimet nga emocioni, ndihma financiare që jepet nga faji ose vendimet që merren sepse dikush na prek në pikën e dobët. Gjatë këtij eklipsi zemra mund të jetë shumë e hapur, por kjo nuk do të thotë se duhet të humbasim logjikën. Ndihmojmë, por mos dëmtojmë. Besojmë dhe kontrollojmë. Falim, por mos harrojmë nga mësimet e mëparshme. Në familje ky eklips mund të sjellë ndjeshmëri të madhe. Mund të hapen tema që lidhen me prindrit, fëmijët, kujdesin për dikë. Dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi shumë të madhe mbi atë çka është, mbi atë çka ndodh. Në nivel për shenjat e ndryshueshme, siç janë peshqit, virgjëresha, binjakët dhe shigjetarët. Peshqit e ndjejnë drejt për së drejti sepse eklipsi ndodh në shenjën e tyre. Virgjëresha e ndjen në marrëdhënie dhe partneritete sepse qëndron përballë peshqeve. Binjakët dhe shigjetari mund të ndjejnë tension në boshet kryesore të jetës, në familje, në karrierë, në komunikim, në udhëtime, besime, studime, drejtime personale, profesionale. Por njëkohësisht edhe shenjat e ujit që kanë bëjnë shumë gafore dhe akrepët. Mund ta përjetojnë pastrimin emocional, intuitën më të fortë dhe mundësitë të shërimit të kthjellimit. Kjo nuk do të thotë se kemi probleme. Kjo do të thotë se zgjidhim probleme nga gjërat që kanë pasur. Por për peshqit, ky është një moment identiteti emocional dhe shpirtëror. Për virgjëreshat është momenti i marrëdhënies, partneritetesh dhe të vërtetat që dalin ballë për ballë. Për binjakët është momenti që prek bazën familjare, shtëpinë dhe sigurinë e brendshme. Për shigjetarin është momenti karriera, drejtimi publik dhe përgjegjësi. Për gafore dhe akrepin mund të jetë një periudhë shumë e thellë për besim, udhëtim, frymëzim, dashuri, kreativitet dhe shërim shpirtëror. Por për të gjitha shenjat mesazhi është i qartë, mos mbani me atë që shpirti nuk mund ta mbajë. Këtë ta keni parasysh nga Jorgo. Mos e quani dashuri atë që ju shteron. Mos e quani detyrë për atë që largon nga vetja. Sepse shumë njerëz kur ju largon nga vetja, do të thotë që diçka mund të futen në mes disa gjëra të tjera që edhe këtej, por edhe këtej. Jo, njëra është rruga që duhet të merret, tjetë për të dy, jo vetëm për një. Mos qëndroni në mjegull, ku e vërteta ka filluar të duket, dhe mos harroni se një mbyllje e dhimbshme mund të jetë fillimi i një paqje të madhe. Eklipsi hënor në Peshq na mëson se jo çdo gjë mbyllet me zhurmë. Disa gjëra mbyllen në heshtje, kur zemra e kupton se nuk ka më forcë të presë, disa kapituj mbyllen me një lot, me një ëndër, me një kujtim, me një bisedë, me një ndjesi të brendshme. Disa mbyllen me kohën dhe me gjëra të mëdha që kanë të bëjnë tani. Megjithatë, kjo hënë e plot në Peshq dhe eklipsi hënor në Peshq na kujton se së fundmi janë gjithmonë dënim. Shpesh janë çlirim dhe jo dënim. Ndonjëherë jeta nuk na merr diçka, na çliron nga diçka. Ajo që nuk kishim forcë më përpara ta lëshonim, tani na jep mundësinë ta lëshojmë vetë. Dhe mund të dhëmbi, por shërohesh. Ndonjëherë një kapitull mbyllet, jo sepse dështoi, por sepse dha mësimin e vet. Mesazhi final i këtij eklipsi është: dhe keni parasysh se vetëm këtu do të jeni, dhe nga Jorgo Pulla. Dëgjoni shpirtin, por mos u humbni në mjegull. Ndjeni, por mos u fundosni. Falni, por mos përsërisni të njëjtat dhimbje. Mbyllni, por mos shihni mbylljen si humbje. Dhe mbi të gjitha besoni se kur një cikël mbaron, shpirti krijon hapësirë për një paqe të re. Vërtet data 28 gusht, qielli na fton të pastrojmë zemrën, të lëshojmë iluzionet, të pranojmë të vërtetën dhe të kuptojmë se ndonjëherë shërimi fillon pikërisht në momentin kur ndalojmë së mbajtur atë që na dhan. Dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi, kjo do të thotë veprim dhe qartësi. To ishte për sa përket një hyrje të hënës së plot në Peshq, gjithashtu edhe me eklipsin hënor në Peshq, ku do kemi mundësi të pastrojmë vetveten. Dhe për disa është pak e dhimbshme, por do pastrohen një herë e mirë. Do kuptojnë gabimet që janë bërë. Dhe kjo është ajo çka bën eklipsi. Pastron një herë e mirë gjërat që janë dhe gjërat që mbeten, qoftë mikroskopike. I pastron një herë e mirë dhe nis një rrugtim të ri. Para se fillojmë me 12 shenjat zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodhin në Shqipëri apo në diasporë, dhe jeni në kërkim të parashkrimit të detajuar. Atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atë ndodh sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka ju dëshironi.
për ju çka juve doni. Dhe kjo bën që juve të jeni në kohën e duhur, të jeni në momentin e duhur. Sepse çështjet që kanë bëjnë kur kemi një njohje, një lidhje, është gjithmonë disa çështje janë sakrificë, por nëse neve e mbajmë të mirëqen këtë gjë, është një kohë që vërtet na mëson shumë gjëra në jetë. Megjithatë, kjo periudhë është periudha që vendos, starton, rregullon për gjëra të mëdha. Gjithashtu ka të bëjë dhe me disa çështje të tjera, ku nëse juve doni parashikim të detajuar mbi çështjet e mëdha që keni ose problematikat që keni pasur më përpara, atëherë të kemi tek astrologo.al. Atje mund të shikoni, mund zgjidhni një nga paketat që juve intereson dhe duke zgjedhur paketën tuaj, numrin për katës të blerjes, shkoni direkt tek sekretaria dhe dërgoni emailin. Nëse nuk e gjeni veten aty, atëherë mund të dërgoni email dhe flasim bashkë pastaj në WhatsApp se si funksionon shërbimi për gjërat të tjera që dëshironi. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e përpikmërisë dhe e rrugtimit, që do thotë shenja e dashit. Hënë e plot në peshk dhe eklipsi hënor në këtë shenjë, të datës 28 gusht, do të thotë mbyllje e heshtur, pastrim shpirtëror dhe çlirim nga një peshk që nuk mund ta mbani më. Për dashin hënë e plot në shenjën e peshqve dhe eklipsi hënor në peshk e datës 28 tregon mundësinë, tregon forcën, diturinë. Për dashin peshqit aktivizojnë fushën e mbylljeve pra paskenat të mëdha që kanë pasur më përpara. Mbi ndryshimin dhe vendimin e madh që vjen. Një kohë për caktim mbi atë që ndodh, mbi atë që është dhe mundësitë që kanë të bëjnë tani tutje, ku është një nga periudhat më të ndërlikuara, nëse do ta flasim në mënyrën shkencore, ndërlikimet marrin zgjidhje. Koha jep ndryshimin. Momenti është tani mbi periudhën dhe ndryshimin e madh që ka të bëjë. Megjithatë, nuk ka vend për të shqetësuar, por ka vend për të gëzuar për gjëra të mëdha që ndodhin, për gjëra të mëdha që kërkoni të realizoni. E megjithatë, edhe pse kjo periudhë është një nga periudhat më të ndikuara, më të pozitive dhe më të rëndësishme mbi periudhën që ndodhin fenomenet, mbi ndryshimet e mëdha që kanë të bëjnë dhe në anën tjetër, kur juve keni mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur në anën tuaj. Por gjithashtu nuk ka vend për të shqetësuar sepse kjo është një nga periudhat më të mira dhe më pozitive të qenë ndonjëherë, sepse e keni kohën tuaj dhe vendimi që mund të merrni është momenti, është koha dhe vendimi që mund të merrni tani. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore, se kjo periudhë do t'ju ndihmojnë, do t'ju japi krah për të ecur përpara. Sepse dashi është shenjë zjarri. Ju keni natyrën tuaj për të parë se si gjërat vijnë në anën tuaj, se si gjërat rregullohen, startohen në lidhje me çështje të mëdha, në lidhje me ndryshime të mëdha që vijnë drejt jush. Por gjithsesi, është pikërisht kjo periudhë mjaft e mirë. Në dashuri ky eklips mund të sjellë një mbyllje emocionesh të rëndësishme, por nxjidhi një problem shumë të madh për shenjën e dashit, sepse dashi është mjaft indikuar dhe shumë pozitiv. Në thelb hëna e plot dhe eklipsi hënor në peshk sjellin për dashin një pastrim të madh përpara vendimeve të reja. Ju mund të mos shihni menjëherë si fillim, sepse energjia duket si mbyllje, por pikërisht këtu është çelësi. Mbyllja është fillimi i lirisë, ku hiqni një peshk të fshehtë që keni shumë forcë në rrugën e ardhshme. Kur lini disa gjëra, paqja, energjia kthehet në forcë. Për dashin, mesazhi është: mos u tremni nga heshtja. Në heshtje keni mënyrën dhe mundësinë, sepse të tjerët nuk e kuptojnë një gjë të tillë dhe kjo do thotë për mënyrën dhe kohën e duhur për zgjidhjen e problematikave që ju keni. Megjithatë, ka diçka shumë të madhe mbi stabilizimin dhe startimin. Kjo do të thotë që tani për tani nuk është se keni probleme ose keni pasur probleme mbi atë çka keni, mbi atë çka jeni, por është një nga periudhat më pozitive dhe
periudha që ndodhin gjërat në kohën e duhur, është një mundësi tani, është një mundësi shumë e mirë për sa i përket punës, për sa i përket kohës kur ndodhin fenomenet dhe periudha e duhur që juve do të ndryshoni në fushën e karrierës suaj, në fushën e biznesit, me biznesin lidhet kjo, por megjithatë pak a shumë keni disa mundësi të arta ku tani për tani juve jeni në anën tuaj, jeni në atë çka juve doni të stabilizoni edhe pse me vështërsi, por këto janë vështërsi kalimtare dhe kjo do të thotë që vërtet juve i keni të gjitha mundësitë për punën tuaj, për karrierën tuaj, për vendimin që do të keni dhe tani për tani duket se gjërat janë në fushën e ndryshimit të madh, janë në fushën e karrierës suaj dhe jo vetëm. Mos u shqetësoni fare, sepse keni të bëni edhe me punën, keni të bëni edhe me ndryshimin, por megjithatë kjo periudhë ju jep krah për të ecur përpara dhe mundësi të arta që do të keni tani tutje. Mbi disa zhvillime shumë të rëndësishme, ku kjo periudhë duket se arrin të kuptoni mbi vendimin që merrni, mbi kohën tuaj, sepse është një pozicion shumë pozitiv për dashin, ku do të thotë në lidhje me punën do kenë mjaft ndryshime të mëdha në fushën e karrierës tyre, ndryshim pune, nuk e diskutoj sepse e keni. Por këshilla për dashin, këshilla kryesore për dashin gjatë hënës së plot dhe eklipsit tenor në peshk është: mos luftoni për atë që shpirti juaj po përpiqet ta lëshojë. Ky eklips ju kërkon të ndaloni, të dëgjoni intuitën, të pranoni lodhjen, të mbyllni kapituj, të fshetë dhe të çlironi një nga pesha emocionale që mund të duket nuk e bani dot më. Mos merrni vendime impulsive në kulmin e ndjenjës, mos u ktheni pas vetëm nga nostalgjia, mos e ngatroni dëmshurinë me detyrimin për të shpëtuar të tjerët, mos e injoroni ato që juve ju jepen mundësitë dhe koha e duhur për nisma të reja, dhe mos harroni se jo çdo betejë fitohet duke luftuar. Disa beteja fitohen duke u larguar nga ajo që nuk ju jep më paqe. Ky eklips mund të jetë shumë shërues për ju, mund t'ju ndihmojë të lini pas frikrat, kujtimet, marrëdhëniet e paqarta, lodhjet dhe mbi të gjitha ata që ju kanë fshehur të drejtën tuaj, duket se pastrohet, dhe kjo është një mundësi mjaft e mirë. Është përgatitje për një forcë të re, sepse kur shpirti pastrohet, zjarri juaj ndizet përsëri më i pastër, më i qartë dhe më i lirë dhe më i ngrohtë dhe pa dëmtime. Dashuria ka të bëjë shumë mbi ato që juve e quani ardhmëri, ato që e quani dashuri, ato që e quani punë dhe karrierë. Një diçka e re po vjen, një diçka e re po shfaqet. Bini pas, sidomos me dash akrep, dash ujor, dash luan, është aja dhe zheja. Nëse keni pasur probleme me lidhjet apo me gjëra të kësaj natyre, është koha juaj për të lullëzuar. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe rrezatuese. Kjo do thotë shenja e demit. Hëna e plot në këtë shenjë duket se ka dhënë shenja mjaft pozitive. Do të thotë që miqësitë që pastrohen, ëndra që ndryshojnë dhe njerëzit që tregojnë vendin e tyre të vërtet. Për demin hëna e plot është ndikimi, është favorizimi dhe kjo duhet të parë domosdoshmërisht nga ana juaj. Shumë njerëz keni bërë shumë dhe keni marrë zhgënjim. Më shumë raste, ky eklips ju ndihmon të bëni dallimin mes lidhjeve të vërteta dhe lidhjeve falso dhe nostalgjia ose iluzioni. Peshqit janë shenjë e dëmshurisë, por edhe ndikimit të madh që vjen. Por mund të pyesni veten, kush është vërtet pranë meje? Kush më mbështet me zemër? Kush më kërkon vetëm kur ka nevojë? Kush gëzohet për rrugën time? Dhe kush është thjesht pjesë e një kapitulli që ka përfunduar? Madje shumë do të donin të lumturoheshin kur juve jeni të dobët. Dhe shumë pak janë ata që mërziten kur juve jeni në vështirësi dhe ju japin dorën dhe krahun për të ngritur për ata që juve bëni, për ata që juve keni. Dhe ndikimet që kanë të bëjnë është mundësi. Në dashuri ky eklips jep dhe mundësinë dhe kohën e duhur për zhvillimet, për ndryshimet, mundësinë që jepet tani e tutje. Por sa është koha e ndryshimeve, sa është koha e vazhdimësisë. Pa kujdes duhet në anën e punës, sepse ndryshe kur kërkohet ndryshe rregullohet.
Demi zakonisht kërkon siguri, por dhe demi nga ëndra të mëdha, ndryshime të mëdha që ka, por ndonjëherë qëndron në një realitet të njohur. Dhe kur zemra ndërron diçka më të madhe, ky eklips ju pyet, cila ëndra janë ende të gjalla dhe cilat kanë qenë vetëm iluzion. Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme sepse jo çdo ëndër duhet ndjekur. Disa ëndra janë ndikime momentale dhe jo diçka që qëndrojnë. Disa janë nostalgji, disa janë dëshirë për të shpëtuar nga realiteti, por disa ëndra janë thirrje të vërteta të shpirtit. Ky eklips ju ndihmon të dalloni mes tyre. Ajo që është iluzion do të fillojë të humbasë shkëlqimin. Ajo që është e vërtetë dhe nëse duhet vështirë, dhe duket i diçka, do të mbetet në zemrën tuaj më të qartë. Në nivel shpirtëror, ky eklips është shumë i butë, por dhe shumë zbulues për demin. Mund të keni intuitën më të fortë dhe ndikimi është më i madh. Figura dhe stabilizimi është koha juaj. Ky eklips mund të sjellë edhe një moment ku ju kuptoni shumë gjëra mbi ndryshimin, mbi momentin, mbi karrierën dhe vendimin. Për demin, mesazhi është: mos mbani njerëz vetëm sepse dikur kanë qenë pjesë e jetës suaj. Shikoni kush është tani. Shikoni kush ju mbështet tani. Shikoni kush ju gëzon tani. Shikoni kush ju jep mundësi dhe ndihmë në këtë periudhë, sepse ardhmja nuk ndërtohet me njerëz që ju mbajnë në të kaluarën, ndërtohet me njerëz që respektojnë atë që po bëni tani. Ndikimet dhe favorizimet dhe ndryshimet që kanë bërë është nga momentet më të arta për sa përket të shenjës së demit mbi strukturat dhe ndryshimet të mëdha që vijnë. Ajo që është dhe mundësia e ndikimit të madh, mesazhi i përgjithshëm që do të thotë është mos u trembni nëse një miqësi, një grup ose një plan zbehet. Ky eklips nuk ju largon nga ardhmja, ju largon nga njerëzit dhe ëndrat që nuk mbështesin më të ardhmen tuaj, por janë thjesht iluzione. Ja pra çfarë bën eklipsi. Pastron, merrni një tort, ju kam thënë, ju them të madhe, injoroni çfarë flasin idiotësirat, kuptoni, thoni diçka këtu, do kuptoni se sa pastër do ndjeni. Ndikimi që ka të bëjnë demi në përgjithësi është për hënën e plot dhe eklipsin hënor në shenjën e peshqve, mos idealizoni njerëz vetëm sepse dikur ju kanë dhënë ndjesi të bukur. Ky eklips ju kërkon të shihni qartë miqësitë dhe bashkëpunimet. Mos mbani pranë njerëz që ju kërkojnë shumë, por nuk ju mbështesin kur keni nevojë. Mos qëndroni në grupe ku ndiheni vetvetja, ku nuk ndiheni vetvetja dhe pra ata janë dhe mbeten ashtu mbrapa. Por gjithashtu premtimet që ata nuk i mbajnë. Dhe mos keni frikë t'i lini pas një ëndre të vjetër, nëse ajo nuk ka rrugë reale. Ky eklips mund të pastrojë rrethin tuaj, të ndryshojë planet tuaja afatgjat. Por kjo nuk është humbje, është orientim. Kur largohet lidhja e paqartë, bëhet vend për njerëzit më të vërtetë. Kur iluzioni e ëndrat vërtet bëhen më të qarta dhe kur demi zjedh me zemër edhe me realitet e ardhmja ndërtohet mbi baza shumë më të sigurta. Është një mundësi, është një kohë, është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër e sigurt për gjërat që bëhen. Mënyra dhe mundësia, afatet dhe vendimet që merren në një farë mënyre për kohën tuaj, përkon shumë gjëra që lidhet me realitetin, lidhet dhe me dëshirën, kohën dhe periudhën, momentin që ka të bëjnë. Sepse nga njëra anë është momenti dhe puna periudha që ndodh në fakt në ndryshime, është një mundësi shumë e mirë stabilizimi dhe periudhë ndryshimi. Kjo periudhë e ndryshimit do të thotë momentet dhe koha e duhur për zhvillime dhe ndryshime të mëdha në jetën tuaj. Dashuria e munguar për sa përket shenjës së demit ka të bëjë me luanin dhe me ujorin. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Binjakët. Binjakët duket se një e vërtet del në dritë, karriera ndryshon drejtim dhe një rol i vjetër arrin fundin. Ndikimi më i madh për juve, kjo është shumë e rëndësishme sepse peshqit nuk funksionojnë vetëm me logjik. Ata kërkojnë frymëzim, ndjenjë, intuit dhe qëllim shpirtëror. Prandaj ky eklips mund t'ju vendos përballë një pyetje të madhe. Apo ndjek një karrierë që më përfaqëson, apo vetëm një rol që duhet të mbaj? Mund të keni arritur në një pikë ku puna, përgjegjësitë ose imazhi publik kërkojnë më shumë energji. Ndoshta juve e keni, ndoshta juve jeni, ndoshta keni thënë po për më shumë drejtime sepse binjakët kanë aftësi të bëjnë shumë gjëra, por tani mund të kuptoni se shpërndarja e energjisë nuk mund të vazhdojë pa kufi. Janë gjëra shumë të mëdha, janë gjëra shumë të arta. Mirë po,
Peshqit lidhen edhe me ndikimin e madh, sepse shumë fjalë të bukura mund të fliten nga të tretët, por juve e dini dhe busjeshni me një busjeshe të artë për mos kuptuar njeriu që po mbas krave thasha them. Prandaj juve keni projekte për të frymzuar dhe jo për t'u harruar. Përpara se të merrni vendime, kërkoni qartësi. Cili është roli juaj? Cilët janë përgjegjësitë? Cila është afati? Si do të paguheni? Kush merr vendimet? Çfarë ju premtojnë dhe çfarë është e shkruar? Sepse binjakët janë mbeten shenja më kulminante dhe më pozitive, sepse për ndikimin që ka bën, ky eklips kujton se ndryshimet e drejtimit nuk është vetëm domosdoshmëri dështim. Ndonjëherë është inteligjencë, ndonjëherë është pjekuri, ndonjëherë është mënyra si shpirti ju largon nga një rol që nuk ju përfaqëson më. Këtë ju jep mundësinë pikërisht në thelb u jep eklipsi. Hëna e plot dhe eklipsi u thon binjakëve, një rol që po përfundon, që të kuptoni më qartë cili është drejtimi juaj i vërtet. Mos keni frikë nëse një plan ndryshon. Mos u kapni pas një titulli që nuk ju përfaqëson. Mos lejoni që paqartësia të tjerëve të bëhet përgjegjësia juaj. Mos shpërndani talentin në shumë rrugë, derisa të mos mbetet energji, por për atë që të vërtet ka rëndësi. Ky eklips mund të ndihmojë të mbyllni një fazë profesionale dhe të kuptoni se çfarë doni të ndërtoni më tej. Jo vetëm me mendje është shpejt, por me shpirt të qartë dhe të artë. Ndikimet më të mëdha që kanë për juve dhe mesazhi më i rëndësishëm është: mos e matni suksesin vetëm nga shpejtësia me të cilët ecni. Një ndalesë, një përfundim ose një rishikim mund t'ju ndihmojë të zgjidhni një rrugë më të saktë dhe më të qëndrueshme, sepse është baza, është ajo çka kam, ajo çka dua. Një kthes profesionale mund të ndryshojë mënyrën se si ju sheh bota, por më e rëndësishmja është si e shihni ju veten tuaj. Mos bani një rol vetëm për reputacion. Zgjidhni një drejtim që ka vërtet kuptim dhe hapësirë për talentin tuaj, sepse ajo është baza dhe kërkesa juaj. Për sa i përket ndikimeve, do të thotë përgatituni për një ndryshim drejtim, por mos u nxitoni para se të kuptoni se çfarë përfundon brenda jush. Një fazë e re profesionale mund të hapet më vonë, por tani duhet të pastroni ambicjet që nuk kanë kuptim. Këshilla për sa i përket binjakëve është: mos mbani një rol vetëm sepse të tjerët janë mësuar t'ju shohin atë. Bëni atë që juve ndijeni, sepse binjakët kanë aftësi të mësojnë, të përshtaten dhe të rindërtojnë rrugën e tyre. Ky eklips nuk vjen për t'u marrë zërin, vjen për t'ju ndihmuar të përdorni një drejtim që ka shumë të vërteta brenda, kuptimi i shpirtit. Dashuria duket se me virgjëresh dhe me peshk është idealja. Shkojmë tek një shenjë tjetër, tani do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese dhe rrezatuese, që do të thotë gaforja. Hëna e plotë në peshk dhe eklipsi hënor titullohet: një e vërtet ndryshon bot kuptimin, një rrugë mbyllet dhe horizonti juaj shpirtëror zgjerohet. Për gaforën hëna e plotë në peshk dhe eklipsi hënor në peshk u jep mundësi dhe frymëzim. Gaforja është shenjë e ndjeshme, intuitive dhe shumë e lidhur me familjen, me genin e tyre. Kjo do thotë është mundësia dhe koha. Në ndikimin më të madh që ata kanë, do të thotë që sado që të luftojnë e të shkonin larg, jo vetëm fizikisht, por edhe mendërisht dhe shpirtërisht. Ky eklips mund t'ju bëjë të pyesni: apo jetoj sepse sipas të vërtetës sime apo sipas bindjeve që kam trashëguar nga të tjerët? Kjo është një ndikim shumë i mirë, sepse ju dini shumë mirë çfarë bëni dhe ku doni të shkoni. Por me qenë se juve jeni në anën tuaj, atëherë në lidhjet që kanë bënë, sepse kanë bënë edhe me dashurinë, por kanë bënë edhe me planet që realizohen. Sidomos mund të ketë pyetje si: a duam të jetojmë në të njëjtin vend? A kemi të njëjtat vlera? A besojmë të njëjtën të ardhme? A mund të mbështetemi tek njëri tjetri në një ndryshim të madh? A është marrëdhënia jonë mjaftueshëm e fortë për të përballuar distancën, udhëtimet ose një ndryshim jetese? Nëse lidhja ka bazë të shëndetshme, ky eklips mund të ofrojë përmes një përvoje të re. Mund të bëni një udhëtim të planifikuar, një zhvendosje, të nisni një proces, një ndikim shumë të madh, sepse gaforja mund të presë gjatë kur dashuron. Mund të ushqehet me lidhjet përmes kujtimeve, mesazheve, ëndrrës dhe ndryshimit. Por eklipsi hënor në peshk ju pyet nëse ka ende realitet pas kësaj shprese. Dashuria nuk mund të jetojë vetëm me pritje, ajo ka nevojë edhe për drejtim, sepse koha tregon mundësi, koha tregon dashuri dhe mshuri në anën tuaj. Projekte të mëdha që keni, mundësi të arta që vijnë,
dhe kjo është një mundësi ndikimi më të madh. Por ky eklips ju kërkon të besoni verbërisht, ju kërkon të ndërtoni një besim më të pjekur, besimi që nuk mohon realitetin, besimi që nuk kërkon të shpëtojë nga dhimbja, besimi që ndihmon të ecni dhe kur nuk dini në çdo hap të rrugës, besimi që nuk varet nga premtimet e një personi, por nga lidhja me vetë dhe me jetën. Sepse lidhja me vetën dhe me jetën është njësoj që vetëm me këmbët e mia, jo me persona të tjerë që unë mund të pyes dhe të ecë me këmbët e huaja. Mund të ndryshojnë edhe mënyra e kuptimit dhe e ndikimit të madh, sepse ju e kuptoni spiritualitetin, mundësinë, kohën, e diçka që të jetë e vërtetë. Dhe kjo do të thotë ndikim shumë të madh me këtë eklips hënor. Intuita e vërtet ju ndriçon me eklipsin, me hënën, dhe kjo do të thotë ndikime shumë të mëdha. Por mos lejoni që perfeksionizmi ose frika nga gjykimi t'ju pengojë ta ndani. Ajo që vjen nga zemra mund të prek njerëz më shumë se sa mendoni. Kur eklipsi mund të tregojë se një përvojë personale është gati të shndërrohet në dije, ju mund t'ju shërbej edhe të tjerëve. Në thelb, hëna e plotë dhe eklipsi hënor në peshk sjellin në gafore një përfundim të madh në mënyrë se si mendoni, besoni dhe shihni të ardhmen. Një bindje, një ndikim, një udhëtim, një dokument, një proces, një pritje, një e vërtet. Por pas kësaj mbyllje nuk mbeteni pa drejtim. Përkundërzi, mund të shihni më qartë se cila rrugë ka kuptim vërtet për ju. Për sa i përket mesazhit, për sa i përket këtij eklipsi të gafores, do thotë mos qëndroni brenda një bote të vogël, vetëm sepse është e njohur, por mos ndiqni asnjë ëndër të largët pa kontrolluar nëse ka rrugë reale. Hapni horizontin, mësoni, udhëtoni, kërkoni të vërtetën, por mbani zemrën të hapur dhe këmbët mbi tokë. Ndikimi dhe favorizimi më i madh që ka të bëjnë, sepse në nivel psikologjik, ky 10 diç dhe ndikimet të mëdha që kanë të bëjnë i pari, i dyti dhe i treti, do thotë dëgjoni informacionin që vjen dhe mos insistoni në një plan vetëm sepse keni investuar kohë tjera, sepse kjo është ndikim. Kjo ka diçka shumë të madhe mbi respektin dhe mënyrën se si gjërat vijnë. Jo vetëm kaq, po dhe ndikimet të mëdha që kanë bënë, sepse ky eklips mund të ndihmojë të shtrironi shumë gjëra dhe kjo do të thotë që një nga mundësitë më të arta, pozicionimi i planeteve që u jep mundësinë dhe kohën e mundur për sa i përket zhvillimeve dhe ndryshimeve të mëdha. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por të gëzuar në lidhje me kohën, momentin, periudhën që ndodhin fenomenet. Dashuria duket se për gaforet ka një ndikim shumë mirë, duke pasur parasysh me britsjapët e ediçit parë, me dashët e ediçit që është perfektja, ka diçka shumë mirë, por gjithashtu me luantët e ediçit dytë është një përcaktim shumë i mirë, shumë pozitiv në lidhje me ato çka kemi, çka jemi në një farë mënyre, dhe është mundësia më e mirë me ardh për zgjidhje të problematikave dhe të gjërave të mëdha. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që vërtet na jep kurajo, na jep mundësi, kohë dhe rëndësi. Kjo do thotë luani. Luani do të thotë një lidhje e thellë transformohet, e vërteta financiare del në dritë dhe një frikë e vjetër humbet fuqinë mbi ju. Dhe kjo do thotë një ndikim shumë i mirë. Kjo do thotë për luanin kjo periudhë mund të jetë shumë e fuqishme, sepse ju zakonisht preferoni qartësinë, dinjitetin, kontrollin, imazhin. Nuk ju pëlqejnë të ndjeni të pambrojtur, të varur ose emocionalisht të ekspozuar. Por eklipsi hënor në peshk ndryshon pikërisht ato pjesë që nuk shfaqen lehtë përpara të tjerëve. Eklipsi mund t'ju pyes dhe mund t'ju bëj të pyesni, çfarë po më mban lidhur? Kur kam humbur kontrollin, duke u përpjekur të kontrolloj gjithçka. Kujt i kam dhënë shumë fuqi mbi emocionet, parat ose vendimet e mia? Cila frikë duhet të mbyllet që të mos drejtoj më jetën time? Këto eklipsi hënor në shenjën e peshqve dhe hëna e plot zbulon mbi atë që është. Dhe është një nga ndryshimet dhe nga mundësitë më të arta, më të mëdhaja të që ndonjëherë. Sepse hëna e plot sjell kulmin, eklipsi hënor sjell përfundim. Zbulimi dhe ndryshimet të thella, prandaj çështjet financiare ose emocionet që kanë filluar muaj më parë, mund të arrijnë tani në një pikë vendimtare. Mund të vijë një pagesë, të mbyllet një borxh, të sqarohet një trashëgimni, të përfundojë një marrëveshje, të dalë në dritë
një detyrim ose të bëhet dhe qartë se një lidhje financiare dhe emocionale nuk mund të vazhdoj me të njëjtat kushte. Në dashuri ky eklips është shumë i fortë për ju. Ai nuk flet për flirtet lehta, për simpati sipërfaqësore apo për një histori që kalon shpejt. Flet për lidhje që hyjnë thellë, që zgjojnë pasionin, frikën, xhelozinë, dëshirën, varësinë, besimin dhe nevojën për të kontrolluar ose për të dorëzuar. Nëse jemi në një marrëdhënie apo keni diçka, mund të hapen tema që lidhen me besimin dhe ndikime të mëdha. Disa sekrete mund të dalin mbi sipërfaqe, por hëna e plot dhe eklipsi ndihmon jashtëmase të ndajnë të drejtën nga gënjeshtra dhe nga mjegulla në pastërti, nga e turbullta në kthjellim. Pra gjitha këto do të ndikohen shumë. Dhe kjo do të thotë, ndikimi më i madh, a ka transparencë mes jush, a ndani përgjegjësi në mënyrë të drejtë, a ka besim të plot, apo përdor njëri kontrollin për të mbuluar frikën, apo qëndroni bashkë nga dashuria apo nga varësia dhe frika e humbjes. Dhe gjitha këto ndihmojnë, por ndikimet që kanë bënë, dhe unë ju a them me bindje të plot, që prisni, mblidhni informacion, dëgjoni të gjithë të vërtetën dhe pastaj vendosni. Mos e ktheni një bisedë në betejë për pushtet. Mos përdorni heshtjen për të ndërshkuar. Mos kërkoni hakmarrje për të rikthyer kontrollin. Nëse marrëdhënie dhe periudha që ndodhin disa fenomene janë nga njëra anë ndikuese, nga njëra anë janë rrezatuese, por në çdo drejtim, në çdo pikësynim, është vetë koha ku gjërat ndodhin, gjërat arrihen, gjërat përfundojnë në një farë mënyre për komunikimin e brendshëm të shpirtit dhe të karrierës. Ajo që do të keni në ndikimin më të madh, ta keni parasysh në çdo gjë për arsye të punës, për arsye të domosdoshmërisë, të gjërave, duhet të pyesni pak veten. A më jep kjo lidhje qetësi apo vetëm intensitet? A ka transparencë apo shumë mister? A ndihem i respektuar e respektuar apo thjesht i tërhequr e tërhequr? Apo hapem gradualisht apo humbas kontrollin mbi veten? Të gjitha këto gjëra të japin atë ndjesi, të japin atë kuptim që vetë juve mund keni pasur në një të kaluar, por gjithsesi vendimet që bëhen dhe mundësitë që kanë të bëjnë kohën në lidhje me punën, në kohën që ka të bëjnë në një ndikim shumë të madh në një pozicionim planetar për zgjidhjen dhe kuptimin rrënjësor të gjërave, është momenti më i artë dhe më perfekt. Luani mund të jetë bujar dhe krenar, ndonjëherë mund të ndihmojë shumë, sepse nuk dëshiron të duket i dobët ose i pamundur, dhe kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rrezikon për të dalë të fituar dhe për të ndihmuar. Mund të merrni mbi vete shpenzime, të mbuloni një detyrim ose të shpëtoni dikën nga një situatë financiare. Por ky eklips ju pyet nëse ndihma juaj apo përdoret si duhet. Bujaria nuk duhet të kthehet në detyrim të përhershëm. Kujdes, nëse ndihmoni dikë, duhet të ketë transparencë. Nëse ndani para me partneren, duhet të keni barazi. Nëse hyni në marrëveshje, gjithçka duhet të jetë e shkruar. Nëse ju kërkohet të merrni përsipër borxhin ose përgjegjësinë e një tjetri, mendoni shumë mirë. Dhe ky eklips ju jep të ndihmesa. Ky eklips ju jep të kuptoni. Ky eklips ju ndihmon jashtëmase, sepse mund të keni ëndra të forta, intuitë të thellë, ndjesi dhe mund të dëgjoni. Eklipsi në peshk rrit ngjeshmërinë dhe mund t'ju japi mundësi. Intuita është e qetë, xhelozia është e zhurshme. Intuita që tregon me të vërtetë, frika ju detyron të kontrolloni çdo detaj. Bëni dallimin, arrini ti ku doni. Pra çfarë bën eklipsi? Më thoni juve mua tani, eklipset shkatrojnë dynjan. Nikoj që ndihmojnë. Do të shikoni tani juve mbasi ta kuptoni videon dhe të shikoni çfarë do shkruajnë dhe çfarë do flasin të tjerët. E do thoni, o Jorgo, sa drejt pas ka buri vet. Kjo që ka vërtet paktën do dëgjoni edhe këta që domethënë që ju e keni smur, domethënë se janë doktorë, janë gjithologët që e bëjnë këto domethënë. Keni kujdes nga këto gjëra, mos u besoni, e kam thënë dhe themet madhe. Gjithashtu ka diçka që do të thotë, mesazhi i eklipsit për Luanët është: fuqia e vërtet nuk është të kontrolloni gjithçka, është të mos lejoni që frika, varësia ose një sekret të kontrollojë ju. Kjo është një nga
mundësit dhe mënyra më e madhe, më e domosdoshmja mbi ato çka është dhe mbi ato çka ka të bëjnë në lidhje me mundësit, në lidhje me ndryshimin, në lidhje me kuptimin e gjërave që kanë të bëjnë. Mesazhi për sa i përket kësaj çështje do thotë qartësia sjell siguri të madhe më tepër se kontrolli. Flisni hapur, kontrolloni dokumentat, mos lini frikën të krijoni skenar që nuk janë të vërtetë. Dhe kjo do t'ju ndihmojnë, kjo do t'ju arrijë majat. Mesazhi për vjedicin tuaj për të 30 diqët është që një e vërtet mund të ndryshojë një lidhje ose një situatë financiare, por nuk duhet të ndryshojë vlerën që i jep vetes. Ruani qetësinë, kërkoni transparencë dhe mos lejoni që frika, humbja dhe marrëdhëniet të marrëveshjet të jenë të padrejta. Kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi dhe kohë për zgjidhjen e problematikave. Ky eklips mund të çlirojë nga borxhet, nga frika, nga varësia dhe nga keq interpretimet ose zakonet e këqija, siç është alkooli, duhani. Juve mund mos e prisni, rrallojeni, do ishte më mirë për juve, sepse nuk jam unë që të vendos për ju çfarë do të bëni juve. Ju si do e barzëmëstu e bëni. Por nëse me duhani dhe alkooli, nëse keni mundësinë ta rralloni pak, do jeni më mirë nesër. Unë këtë ditë ju them për si doni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, rrezatuese për atë çka ndodh, që do thotë virgjeresha. Hëna e plotë në peshk do të thotë marrëdhëniet arrijnë në pikën e së vërtetës. Një lidhje ndryshon formë dhe zemra nuk pranon më paqartësi. Dhe kjo do të thotë është mundësia, koha dhe vendimi për anën ekonomike, për ndryshimet dhe koha e duhur mbi ndikimi i virgjereshës do të thotë mundësi. Dhe vjesha ka një ndikim shumë të madh sepse ky eklips vendos në qendër pyetjen. Kush ecën vërtet për krah meje dhe cilat marrëdhënie nuk mund të vazhdojnë më vetëm me premtime dhe pritje. Hëna e plot ka një ndikim shumë të madh, sepse ka diçka shumë të madhe mbi ndryshimet e mëdha që do të vinë ose çështjet madhore që kanë të bëjnë. Megjithatë, ka diçka që nëse neve kemi mundësi, nëse neve duam të arrijmë atje ku dëshirojmë dhe adhurojmë, është momenti më i artë në anën tonë dhe kjo lidhet me takimin, me bisedimet që bëhen, është koha shumë e mirë dhe tepër pozitive mbi ndryshimet e mëdha që vinë. Por gjithsesi, kjo periudhë nuk na prish ekuilibra, por na ndrejq ekuilibra. Dhe kështu që është një nga momentet më të mbara në ekonomi dhe më të mbara në vazhdimsi, sepse kemi të bëjmë me punën, kemi të bëjmë me ndryshimin dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme. Por gjithsesi, kjo është periudha, kjo është momenti dhe koha më e artë e që ndonjëherë mbi zhvillimet dhe ndryshimet që kemi. Por gjithsesi, kjo periudhë duket se lidhet me ekonominë, lidhet edhe me ndryshimet e mëdha që mund të vinë. Por gjithsesi, e vërteta është në brendësi. A është kjo marrëdhënie diçka që ndërtohet nga të dy, apo një projekt që po përpiqet të shpëton vetëm ju? Ndikimet që ka të bëjnë për të dy. Është mundësia dhe periudha më e mirë e mundshme. Nuk mund të ndërtojmë marrëdhënie vetëm me potencialet ose personat të ndryshëm që mund të kemi, sepse është një mundësi karriere dhe rëndësi pune, standardesh, ekonomi dhe stabilizime. Megjithatë, kjo është një nga periudhat më të arta që të qenë ndonjëherë dhe më solidet për anën tuaj. Megjithatë, edhe pse kjo periudhë do të thotë mundësi, do të thotë rëndësi për ekonominë dhe për vazhdimsinë. Gjithashtu, përsa përket virgjereshës, do thotë që ky mesazh ju jep mundësinë mos kërkoni perfeksion, por mos pranoni as paqartësi të pafundme. Zemra ka nevojë për dëmshuri, por jeta ka nevojë për prova. Dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë qartësi për ata që bëni. Megjithatë, ajo që unë mund t'ju them virgjereshave në përgjithësi
do thotë që mos kërkoni siguri përmes kontrollit të marrëdhënies. Kërkojeni përmes komunikimit, qartësinë dhe sjelljes së qëndrueshme. Kjo është baza që ju ndihmon. E vërteta e një marrëdhënie nuk matet nga sa fort e ndjeni, por nga mënyra se si të dy veproni për të mbrojtur atë që keni. Dhe kjo është një nga çështjet më madhore dhe më të qarta mbi gjërat që neve kërkojmë dhe adhurojmë. Megjithatë, mesazhi do të thotë që lejoni marrëdhënien t'u tregoj çfarë është, pa e zbukuruar dhe pa analizuar derisa të humbasi të vërtetat. Dhe gjithashtu, kryesorja për sa i përket virgjëreshës, gjatë hënës së plotë dhe eklipsit hënor, do të thotë mos u përpiqni të rregulloni një marrëdhënie që tjetri nuk merr përgjegjësi ta ndërtojë. Ky eklips mund të sjellë gjëra të tilla, por bëuni gati për gjëra të mëdha, sepse në çështjet e punës dhe të karrierës, me këtë eklips por ju keni probleme me punën, probleme me shtëpinë, duket se rregullohet dhe gjërat janë shumë herë më të mira dhe më pozitive të që ndonjëherë. Lidhjet afatgjatë ose dashuria është respekti, që do të thotë një nga ndikimet më të arta dhe mundësitë më të mira, sidomos me binjak, me ujor dhe me mundësi të tjera që vë keni në anën tuaj. Por ndryshimi më i madh do të thotë me den, do të thotë me shigjetar, që është koha më e mirë që shkoni në altar. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që zbulon gjëra shumë të mëdha mbi kohën, momentin, periudhën që ndodhin fenomenet. Jo do thotë shenja e peshores. Hëna e plot në peshk do thotë një rutinë mbyllet dhe mendja kërkon vëmendje dhe puna nuk mund të vazhdojë me të njëjtën ritëm. Për peshoren ka ndikime shumë të mirë. Për peshoren jep mundësira, por dita juaj është jeta juaj. Jo vetëm ëndra të mëdha, jo vetëm marrëdhëniet, jo vetëm momentet e bukura, por dhe mënyra si zgjoheni, si punoni, si pushoni, si ushqeheni, sa përgjegjësi merrni, sa njerëz përpiqen të kënaqeni dhe shpesh i lini vetëm në fund të listës. Hëna e plot sjell kulmin e ndryshimit të madh. Hëna kjo është një nga ndikimet, do shikoni dhe vetë, do më kujtoni se ka shumë gjëra për të thënë, shumë gjëra për të dhënë në komunikimin, në marrjen e vendimeve të rëndësishme për periudhën që ndodhin fenomenet dhe një nga ndryshimet më të mëdha që vijnë drejt jush. Por nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim, sepse juve keni disa mundësi, disa kora që më përpara ishte pamundur të realizoheshe, sepse hëna e plot ka të bëjë shumë me zbulime të ndryshme për peshoren, sepse një mënyrë pune, një ndikim shumë i mirë dhe tepër pozitiv, është një ritëm, është e lodhshme, nuk e diskutoj, por është e mirë sepse ky eklips ju pyet, a është kjo harmoni e vërtet apo paqja që mban me lodhjen tuaj? Por kjo është një pyetje kryesore për peshorët sepse në punë ky eklips mund të sjellë një periudhë kulmi ose përfundimi. Një projekt që ka kërkuar shumë përpjekje mund të mbyllet. Mund të merrni rezultate, vlerësim ose përgjigje me një detyrë të rëndësishme. Por mund të kuptoni edhe një mënyrë pune që nuk është më e qëndrueshme. Ndoshta keni marrë shumë përgjegjësi, ndoshta roli juaj është përcaktuar qartë, ndoshta njerëzit janë mësuar që ju gjithmonë do gjeni zgjidhje, ndoshta një koleg nuk përmbush detyrimet dhe ju e mbuloni vazhdimisht. Ndoshta shefi kërkon fleksibilitet, por nuk ofron të njëjtën mirëkuptim. Peshorja mund të durojë shumë kur dëshiron të ruaj marrëdhëniet profesionale, por kur eklipsi mund t'ju tregojë se kompromisi nuk është më kompromis, ku gjithmonë bëhet vetëm nga njëra palë. Nëse një situatë pune ju lodh, ju streson ose ju bën të ndjeni të pavlerësuar. Nuk duhet të minimizoni, mund të mos ketë konflikte të madh, por lodhja e përditshme është gjithashtu një mesazh. Ndonjëherë nuk është një ngjarje dramatike që na tregon se duhet të ndryshojmë. Është fakt që çdo gjë zgjerohet, fillohet, mundsohet dhe gjithmonë ndryshon shumë gjëra në jetën në përditshmëri. Është një ndikim i mirë, është një pozicionim planetar perfekt dhe momenti i duhur në kohën e duhur. Nëse kërkoni diçka të tillë, është momenti juaj. Nëse dëshironi të rregulloni, të stabilizoni, të startoni, është një moment mjaft pozitiv dhe jo vetëm. Çështjet që lidhen me ekonominë, çështjet që lidhen me vazhdimsinë, çështjet që lidhen me karrierën tuaj, është një moment që tani e tutje koha është për juve dhe funksionon për juve. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndyshim për një mijë arsye, sepse keni barazi
sepse kështu jeni aty ku doni juve, kështu jeni ashtu siç juve keni. Por megjithatë, ky eklips ju shtyn të ndryshoni zakonet, jo t'i lini pasdore, sepse se herë thoni po, kur doni thoni jo. Sa biseda mbani vetëm për të mos mërzitur dikë, sa konfliktet të tjerëve përpiqen të qetësojnë, sa herë buzëqeshni ndërsa brenda jeni lodhur. Këto gjëra mundoni t'i rregulloni, sepse ndoshta mendoni që duhet jeni gjithmonë të sjellshëm, gjithmonë të gatshëm, gjithmonë të bukur në sjellje, gjithmonë të kuptueshëm, gjithmonë personi që nuk ju krijon probleme, por edhe ju keni nevoja, edhe ju mund të lodheni, edhe ju mund keni të drejtë të mos jeni të disponueshëm, edhe ju mund të thoni se diçka nuk është e drejtë. Ky eklips mund të tregoj rrugën nga do kaloni. Prandaj unë ju them, ju bëni si të doj e bardha zemrës tuaj, sepse ajo çka është, ajo çka kuptohet, ajo çka rregullohet në farë mënyre, do të thotë mundësi, do të thotë dhe vazhdimsi. Mesazhi për peshorën është që mos krijoni paqe për të gjithë, duke krijuar lodhje për veten. Ekuilibri i vërtet fillon kur edhe ju përfshiheni në kujdes që juve u jepni të tjerëve. Dhe kjo është një mundësi dhe ndryshimi i madh fillon nga zakonat e vogla. Mos prisni krizë për të vendosur më shumë rregull, pushime dhe kufi të përditshmëri. Mos lejoni që mirësia juaj të bëhet arsye pse të tjerët ju japin gjithmonë më shumë peshë. Puna, kujdesi e përgjegjësia duhet të ndahen drejt, sepse kjo periudhë mëson shumë gjëra në këtë aspekt. Përgatituni të thjeshtoni jetën. Jo çdo detyrë meriton energjinë tuaj dhe jo çdo kërkesë kërkon përgjigje pozitive. Dhe kjo do thotë që mos e quheni ekuilibër një rutinë që funksionon vetëm sepse ju sakrifikoni veten. Ekuilibri i vërtet nuk është çdo gjë që duket mirë nga jashtë, është edhe ju që ndjeni mirë brenda jetës që organizoni çdo ditë. Shkojmë tek ndikimi, sepse peshorët kanë pas edhe tek ndikimet e dashurisë dhe këtu do ndaloj pak, mundoni që megaforen, mundoni me ujorin, të jini zgjidhje, të rregulloni pak telat them unë, sepse nuk është ajo çka prisni, nuk është ajo çka juve rregulloni dhe startoni në farë mënyre. Prandaj unë ju them bëni si do e barazëmstuar gjëra. Kam drejt ju them sepse kjo periudhë është një nga periudhat më të ndryshme nga çka juve kërkoni, çka juve rrezatoni për jetën dhe vazhdimsinë tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë akripi. Hënë e plot në peshk do të thotë një dashuri arrin kulmin, një ëndër emocionale kërkon të vërtetën dhe zemra nuk pranon më gjysmë ndjenjash, por i do të plota. Dhe kjo është një plotësim dëshire, kjo është një mundësi, kjo është një arritje. Dhe me gjitha gjëra që vinë, ka qartësi, ka mundësi. Megjithatë, ky eklips nuk vjen vetëm për t'ju bërë të ndjeni më shumë, vjen për t'ju ndihmuar të shihni më qartë. Sidomos kur themi, a është kjo dashuri e vërtet apo një ëndër që kemi ushqyer më shumë nga ç'është e vërteta? Apo jetoni në marrëdhënie që kërkon paqe, por nuk gjen paqe. Disa gjëra janë të shkruara dhe mund të rrënjoseni në ato që vë keni, por mund të rregulloni dhe disa gjëra të tjera që çdo gjë rregullohet, çdo gjë arrihet në lidhje në anën e punës, që duke pasur parasysh, nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar dhe do shikoni në lidhje me punën, në lidhje me takime, në lidhje me vendimet që merren, periudha ku ndodhin fenomenet. Megjithatë, për sa i përket ndikimit më të madh, ku çështjet zgjidhen tani. Ndikimi më i madh që ka të bëjnë është favorizimi dhe mundësia. Tani, do shkojmë tek një shenjë që rregullon, starton dhe momentet që kanë të bëjnë tani e tutje kanë të bëjnë me anën e ndikimit akrepët. Akrepët janë mënyra, akrepët janë mundësia. Dhe akrepi thot, mos u kapni pas një ëndre vetëm sepse ndjenja është e fortë, por mos mbyllni as zemrën vetëm sepse dikur u lënduat. Shikoni të vërtetën, ruani kufit dhe lejoni dashurinë.
që ka bazë të transformojë jetën tuaj. Gjithmonë, të gjitha, keni disa mesazhe shumë ndikuese, në mendikimin nëse do marrim domethënë edhe nga peshorja, por edhe nga ndikimi i akrepit se vjen afër këta, kanë atë momentin e duhur dhe kohën e duhur për zhvillime të njëpasnjëshme që kërkon kohë, kërkon vendim. Por gjithsesi, ka dhe diçka shumë të madhe për sa i përket startimit dhe rregullimit bazë. Ajo që do të keni ka të bëjë shumë me punën dhe me dashurinë. Zemra mund të marrë një përgjigje vendimtare. Pranojeni të vërtetën, edhe nëse nuk është ajo që kishit të ndërruar. Ajo është e vërtet, por ju nuk do të kërkoj të jetoni në mjegull, por në pastërti, në çeltërsi. Një lidhje që keni pasur, një problem që keni pasur, nga të tretët, për fajin e të tretëve, juve si akrep e morët përsipër si faj, mirë po vjen momenti i zhvillimeve të mëdha që do të keni. Përgatituni të hapni zemrën me një mënyrë më të pjekur. Mos kërkoni garanci absolute, por kërkoni sinqeritet, vazhdimsi dhe respekt emocional. Kjo është diçka shumë pozitive dhe është mjaft ideale. Mos e ngatroni intensitetin në dashuri dhe mos ngatroni intuitën me frikën e humbjes, sepse diçka nuk është e jotja, diçka që ka të bëjë shumë me këtë eklips që mund të ndihmoni të mbyllni disa çështje shumë të madhore, problematike në një farë mënyre, por e mirë në anën tjetër. Dhe kur akrepi kupton që zemra nuk bëhet më e dobët, bëhet më e lirë, por më e fuqishme, sepse kërkojnë të drejtën dhe të drejtën e ka të fituar. Kjo është ajo çka themi, kjo është ajo çka rrezatoni dhe rregulloni në fushën e punës dhe të ekonomisë. Dashuria për akrepët duket se me ujor dhe luan ka ndikim shumë të mirë, por kujdes me binjak të diçit të parë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që simbolizon dhe starton në ndikimin më të madh që do thotë shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët, me qenë se shigjetarët me ndikimin e henës së plotë në këtë shenjë, pra në shenjën e peshqeve, do të thotë një kapitull familjar mbyllet, e kaluara kërkon shërim dhe shtëpia duhet të bëhet përsëri vend paqeje. Ky eklips nuk prek vetëm vendin ku jetoni, ai prek vendin ku ndiheni se i përkisni. Dhe kjo do thot mundësi, hëna plot si ndriçim, eklipsi hënor si mbyllje, zbulimi dhe ndryshime të thella. Për shigjetarin kjo mund të ndihet shumë emocionalisht, sepse shigjetari ka ndikime, ka mundësi, ka kohë dhe vazhdimsi. Por ky eklips ju kthen në bazë dhe ju pyet: ku është shtëpia ime e vërtet? Ku ndihem i sigurt? Çfarë po mbajnë nga e kaluara? Cila lidhje familjare kërkon shërim? Apo jetoj në një vend që më ushqen shpirtërisht, apo vetëm në një vend që më është bërë zakon? Këto janë gjërat që shigjetari pyet, shikon, mendon, dhe është pjekuria, dhemshuria, stabiliteti, financat dhe jo vetëm. Por ky eklips na mëson të kuptojmë të vërtetën, të shkojmë të vërtetën në sy, të shkojmë të vërtetën për atë që ndodh, për atë që është. Por stabiliteti është kryesorja, sepse ka të bëjë shumë nga ndikimet më të mëdha që vijnë. E respektoj historinë e familjes sime, por nuk duhet ta përsëris të gjithë dhimbjen e saj. Është ndikimi. Por nëse keni nevojë të ikni nga e kaluara për të qenë të lirë, duhet të kuptoni, ta shëroni dhe mos e lejoni më të zgjedh në vendin tuaj. Zgjidheni juve, sepse mesazhi ndikimit të madh është rregulloni bazën përpara se të kërkoni horizontin e ri. Një shtëpi me qetë dhe kufi më të qartë me familjen do t'ju japin më shumë liri, jo më pak. Ndikimi është i madh. Dhe kjo do të thotë që një kapitull familjar mund të mbyllet përfundimisht. Mos e mbani veten nga faji ose frika e ndryshimit. Shtëpia duhet të jetë vend ku shpirti pushon, jo vend ku gjithmonë rikthehet e njëjta dhimbje. Dhe kjo të jep ndikimin, kjo të jep rëndësinë e jetës. Dhe ajo që do të them është kjo në lidhje me të 30 diqet, po i treti që është pak më i ndikuar, që do thotë, përgatituni të ndërtoni një bazë të re, por mos bëni vetëm për t'i larguar nga e vjetra. Zgjidhni një vend, një marrëdhënie dhe një mënyrë jetese, që ju japin paqe të qëndrueshme. Dhe kjo është një nga ndikimet, kjo është një nga mundësitë që jepen në anën tuaj. E megjithatë, në përgjithësi të gjërave është një kohë e përshtatshme, një kohë që jep rëndësi, jep kohë dhe vazhdimsi. Dhe kjo do thotë mundësia, kjo do thotë rëndësia e jetës dhe kuptimi i familjes, sepse familja është baza
ku gjërat janë në favorin tuaj, janë në momentin më të mirë. Dhe ky eklips mund sjellë shumë gjëra në jetën tuaj, në përditshësinë dhe në ndryshimin e madh që keni në jetën tuaj. Dashuria duket se megafore me Virgjëresh dhe me Peshk është Italia. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që stabilizimi është korrektësia. Që këta janë britsjapët. Hënë e plot në Peshk, me eklipsin në Peshk, do të thotë një fjalë ndryshon gjithçka, një e vërtet nuk mund të hesht, dhe kapitulli i komunikimit arrin në fund përfundimit të gjërave të vjetra dhe rikthimi i të sëres. Ndikimet që është pyetja kryesore që bëhet, apo komunikoj qartë, apo pres që të tjerë të kuptojnë ato që nuk kam thënë, bëhet pyetja. Mirë po, mund të keni mbajtur mendime për një kohë gjatë. Mund të kemi shmangur një bisedë sepse nuk donim të krijonim konflikte. Kur të tjerët kërkonin konflikt, ju nuk donit. Prandaj mesazhi nuk është të heshni, mesazhi është të flisni me vetdije, të dini çfarë doni, të dini çfarë kërkoni, të dini ku arrini në lidhje me atë që është, me atë që juve dëshironi dhe adhuroni. Dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi mbi çdo gjë që kërkoni. Mirë po, ka diçka që juve të kësaj shenje të britsjapit do të thotë se duhet të riktheni në çdo gjë nga fillimi, sepse jeni në fillimit e juaja, jeni në anën tuaj më të mirë të mundshme dhe koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë aspekt. Mos heshni vetëm për të ruajtur kontrollin, por mos flisni as vetëm për të shkarkuar emocionin. Fjala juaj ka fuqi, përdoreni për të sqaruar, jo për të mjegulluar, për të mbrojtur, jo për të plagosur, dhe për të mbyllur ato që nuk duhet të mbetet më pezull. Dhe kjo do të thotë një nga mundësitë më të arta, kjo do të thotë një mundësitë që keni, sepse gjithmonë qartësia nuk kërkon shumë fjalë, kërkon fjalët e duhura, në momentin e duhur dhe me përgjegjësi. Dhe kjo jep ndryshimin e madh. Një fjalë, dokument, një informacion mund të mbyllë një cikël të rëndësishëm. Mos keni frikë nga e vërteta, por siguroni që ajo të dëgjoni është ndikimi, të dëgjoni dhe duhet verifikuar. A diçka që tjetë e plot, jo hysëm, por tjetë e përfunduar, e verifikuar, dhe kjo ju ndihmon jashmase për zgjidhur ato që kërkoni. Sepse për sa i përket britsjapëve, do thotë përgatituni të ndryshoni mënyrën se si komunikoni. Ju duke folur më shumë, por duke folur më qartë dhe duke mos fshehur më ato që ka rëndësi, sepse mos e lini një të vërtet të rëndësishme të humbas mes heshtjes dhe supozimeve, fjalët të paqarta, kuptimi dhe jeta juaj. Kurse ky eklips mund të mbyllë një keq kuptim, një marrëveshje që nuk ka funksionuar, një marrëveshje e re është gati të realizohet. Dhe kur fjala e vërtet në fundit thuhet dhe realizohet. Jeni në anën tuaj, jeni në kohën më të artë të qenë ndonjëherë, sepse zhvillimet dhe ndryshimet kanë punën e vet dhe kjo do thotë mbi ndryshimin e madh dhe punën dhe karrierën, sepse hëna e plot në Peshk u jep këto mundësi dhe këto drejtime. Megjithatë, ky ndikim është mjaft i madh dhe mjaft pozitiv, sepse ndihmoni, rregulloni, startoni mbi ndryshimet dhe kohën e duhur për jetën tuaj në anën e punës suaj, të karrierës suaj. Por ky eklips ju kujton, nevojat tuaja nuk bëjnë të vështirë kufit, që nuk bën egoist, dhe respekti që është baza juaj, është ajo çka keni, është ajo çka juve rregulloni. Por megjithatë, nuk ka vend për të shqetësuar, por ka vend për të rregulluar dhe startuar mbi gjërat që juve kërkoni të rregulloni. Megjithatë, nuk ka vend për të shqetësuar tani e tutje, por ka vend për të gëzuar. Dashuria duket se me Luan dhe me Dash është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë ujori. Meqense ujorët këtë periudhë do të thosha e kanë të tyren, sepse çdo gjë ndodh, çdo gjë arrihet, por suksesi është brenda dhe jo të shpërndahet jashtë, sepse nuk është në të mirë dhe nuk besoj se të tretët kanë atë ndryshimin e madh që kërkohet, por gjithsesi ujorët do të thotë mesazhi më i rëndësishëm që është për sa i përket ndikimit të shenjës ujorëve, ku
kanë një farë kuptimi mes asaj që bëhet, mes asaj që realizohet, mes asaj që starton dhe ndryshon në kulmin e vet për punë të re dhe për ndryshime të mëdha. Dhe kjo është një nga ndikimet më të mëdha sepse një cikël financiar mbyllet, vlera personale rishikohet dhe siguria nuk mund të mbështetet më mbi iluzione. Dhe kjo është diçka shumë e mirë, është diçka që vërtet është për të lavdruar për gjërat që bëhen, për gjërat që arrihet, sepse kjo tani për tani, ndihmesat që keni, mundësitë që ju jepen, periudha kur ndodhin fenomenet, është një nga periudhat më të arta dhe më të vlerësuarat për jetën tuaj, dhe kjo është një vlerë më vete, ku çdo gjë ndodh për një arsye, çdo gjë arrihet. Suksesi është i juaj, është mundësia, është momenti dhe dituria. Dhe kjo bën që juve të jeni mjaft korrekt dhe mjaft bujar për jetën tuaj. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, edhe pse me binjak, edhe pse me akrep, e keni pasur një mundësi, një familje e re, po vjen për juve të shenjës së ujorit dhe ka të bëjë shumë dhe me ndryshimet e mëdha që vijnë, edhe me kohën që juve keni. Në çështjet që lidhen me udhëtimet, është ndikimi më i madh dhe më i sigurt për jetën tuaj, sepse ka të bëjë shumë në lidhje me punën tuaj, në lidhje me ndryshimin e punës tuaj, për ju që jeni në diasporë, do thotë që ka të bëjnë me një takim shumë të rëndësishëm dhe puna dhe mëshëria, dashuria, rregullat dhe mundësia ka të bëjnë me anën tuaj. Nuk jeni këtu vetëm për të kuptuar, falur dhe shpëtuar të tjerët. Jeni këtu edhe për të jetuar jetën tuaj, për të mbrojtur shpirtin tuaj, për të zgjedhur ato që ju jep paqe të vërtet. Dhe kjo është një mundësi, sepse kur ka të bëjnë shumë me ndikimet, do të thotë që mos injoroni ndjesitë se diçka duhet të ndryshojë. Filloni me kufi të vegjël dhe vendimi ju rikthehet gradualisht tek vetja. Dhe kjo do të thotë mundësitë, rëndësi të veçantë mbi jetën tuaj dhe stabilizimin. Dashuria duket se me akrep është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës. Kjo do të thotë shenja e peshqeve. Për sa i përket peshqeve, duket se peshqit kanë disa mundësi të arta, ndryshime, dhe kanë mundësinë për punën, kanë mundësinë për jetën, kanë mundësinë për ndryshimin dhe marrin një vendime të rëndësishme. 10 ditë që parë do marrin një vendim shumë të rëndësishëm tani tutje për lidhet me punën, lidhet me karrierën. 10 ditë që i dytë është në lidhje me një ndryshim pune dhe ka mundësinë ta bëj tani, kurse 10 ditë që tretë është në pritje për blerjen e pasurit paluajtshme, ku e gjithë historia dhe koha ka treguar që peshqit kanë atë që duan, kanë atë që kërkojnë, kanë atë që arrijnë. Dhe po të kuptojmë mbi atë çka ka ndodhur dhe do ndodhi për peshqit nuk dorëzohen kollaj, sepse kanë kohën e tyre, kanë mundësinë e tyre dhe peshqit kanë ndikimin dhe mundësinë, anën e tyre më të mirë të mundshme. Ku ndodh në shenjën tuaj ky eklips, sepse për peshqit hënë e plot dhe eklipsi hënor përbën një nga momentet më të rëndësishme, më personale, më emocionale dhe më transformuese të vitit. Ky eklips ndodh drejt për së drejt në shenjën tuaj dhe vendos në qendër të identitetit, të shpirtit, të mirëqenies, të punës. Kjo nuk është thjesht një hënë e plot që sjell ndjeshmëri për disa ditë, është një pikë kulmore në një proces personal që mund të ketë filluar shumë kohë më përpara, një kapitull që mbyllet tani. Dhe pyetja është kryesorja, kush jam unë tani dhe çfarë nuk mund të mbaj më vetëm, sepse të tjerët janë mësuar të më shohin me një rol të caktuar. Mirë po, peshqit janë shenjë e fundit të zodiakut, ju mbani për brenda vetes kujtime, ndjeshmëri, intuit, dëmshuri, ëndra dhe frikra të ndryshme. Por vjen kjo hënë e plot dhe ky eklips hënor t'ju pastroj gjithçka keni. Dhe ndikimet që mund të mbani nuk është faji juaj, që nuk ju përket. Mund të sakrifikoni për të ruajtur një marrëdhënie. Mund të prisni gjatë sepse shihni potencialin dhe jo vetëm realitetin. Mund të falni vazhdimisht sepse kuptoni plagën e tjetrit. Ky eklips ju pyet, po kush po ju kupton juve? Kush po mban hapësirën për ndjenjën tuaj? Ku jeni duke u tretur brenda nevojave të tjerëve? Ku keni humbur qartësinë sepse keni dashur të besoni? Dhe çfarë duhet të përfundojnë që të rikthenin tek vetja? Hënë e plot sjell ndriçimin, hënë e plot sjell kulmin, sjell drejtimin dhe ndryshimin e madh. Përveç ndriçimit,
mbi jetën tuaj, mbi karrierën tuaj dhe rëndësinë që jepni vetes. Të 30 vjeçët kanë momentin dhe mundësinë e artë për zgjidhje të problemeve. Dashuria, duket se me akrep dhe me binjak është vetjeta. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj hëne të plot dhe këtij eklipsi që sapo tham, ku me këtë eklips, me këtë drejtim, me këtë hënë të plot, do zgjasë shumë kohë, do flitet shumë për sa i përket pikërisht këtij eklipsi të datës 28 gusht të 2026. Por para se të ndajmë bashkë, nëse dëshironi parashikime, është pikërisht astrologu.al. Dhe më pas mund të shkruani për gjëra që dëshironi dhe nuk e gjini veten aty, atëherë mund të dërgoni emailin tuaj dhe të flasim pastaj për gjithçka ju intereson. Nga një rrepulla, gjithë mira.